Gati? Të nderuar kolegë të mediave, sot sigur se e pat e kishëm një seancë të Turkit, e cila seancë ishte demonstrimi i asaj se çfarë ndodhi atje. Nëse dje simbolikisht ja vënë ndrinë sotës së kuvendit, sot ja kanë vënë ndrinë e demokracisë. Me që sot ka qenë dita kur të duhet të propozohej emri dhe të votohej kandidati për kryetar të kuvendit dhe të konsiderohet kuvendi si tillë. Ligjët e tillë në lëvizjeve vendosen në të tërit, e cila po e konsideron kuvendin si një pronë të saj. Dhe ne si Partia Demokratike e Kosovës ne shprehemi shqetësimin tonë për atë që ajo se çfarë ndodhi sot ka qenë një seancë antikushtetuese, antidemokratike, jashtë çdo procedure në fuqi të kuvendit të Kosovës dhe presim që qytetarët e Republikës së Kosovës ta shohin këtë situatë, ta gjykojnë këtë situatë dhe ta dënojnë një subjekt politik, i cili subjekt politik e ka sjellë vendin në buzë të grevimit. Kosova prej sotit nuk është më demokraci, këtë vend nuk ka as kushtetues, as vend kushtetues. Zoti Kurti i ka shfuqizuar, i ka suspenduar të gjitha institucionet demokratike të kuvendit dhe është me ditëve më të rënda që ka pas ndonjëherë Republika e Kosovës prej ekzistencës së saj si shtet sovran dhe i pavarur. A do të ketë veprime politike të ngjashme si me AKP dhe me PDK-ja? Ne si Partia Demokratike e Kosovës jemi ata të cilët në çdo formë dhe në çdo mënyrë do ta mbrojmë radhën kushtetuese këtë vend. Brenda kuvendit dhe jashtë kuvendit. Me qëndrime politike dhe me veprime politike. Prandaj është më se e rëndësishme që secili ta kupton që Kosova ka hyrë në fazë të re. E ftojmë zotin Kurti që ta propozon kandidatin e tij për kryetar të kuvendit, që të konsiderohet kuvendi. Konsiderimi i kuvendit nuk ka lidhje me atë se kush bëhet president dhe si formohet qeveria, është një proces totalisht i ndarë. Prandaj dhe është koha fundit që një gjë e tillë të bëhet edhe të ndodhë. Mjerisht ajo se çfarë po shohni jo vetëm dje, pra ngrami edhe sot, por çfarë kemi parë në këto 2 vitet e fundit, është që në këtë vend ka vetëm një periudhë të shkurtër të asaj se çfarë është demokraci, por është gara zgjedhore. Para garës zgjedhore dhe pas garës zgjedhore nuk ka më sistem demokratik, se zoti Kurti e ka uzurpuar pushtetin dhe jo keni një situatë që sot ky vend nuk ka një president si institucion, se presidenti është institucion, nuk ka kuvend si institucion, por nuk ka qeveri si institucion, me që të gjitha këto në këto 2 vitet e fundit janë ushtrues të detyrës një situatë pa precedent në historinë e demokracisë së Kosovës. Teori me këtë sot ka të dërgojnë në gjykatën kushtetuese. Mendoj që gjykata kushtetuese është e qartë në formën e kristalt, e cila në vendimet e saj, në gjykimet e saj, ka sqaruar situatën e cila ka vlerë deri mbrapa, që brenda 30 ditësh do duhet të zgjidhej kryetari i kuvendit, nën kryetari i kuvendit dhe të konstituohet kuvendi. Unë nuk mendoj që betejë është vetëm ligjore, mendoj që betejë është mbi gjitha e natyrës politike, por qytetarët e Kosovës duhet ta dinë një gjë, që ky vend ka lëvizur drejt një anarkie të plotë totale. Burimi i kësaj anarkie është zoti Kurti dhe lëvizja vendosje, dhe ne si deputet të kuvendit të Kosovës që dje jemi betuar. Dhe kur betohemi, na betohemi që do të mbrojmë integritetin institucional. Dhe ky integritet institucional është shumë pranë në orën 12 të natës dhe si i tillë nuk ekziston. Zoti Hoxha, keni qartësi paktën politike, juridike dhe kushtetuese se si do të rrihet kjo, apo do të hyjë në një nivel që të thuaj se diçka është e paqartë në formimin e institucioneve? Mendoj që qartësinë këtë vendet caktohen në sovrani. Sovrani e ka zgjedhur si subjekt të parë lëvizjen e vendosjen
ata nuk janë zgjedhur vetëm për ta qeverisë vendin, ata janë zgjedhur për ta udhëhequr, për ta drejtuar vendin. Udhëheqja dhe drejtimi i vendit nuk kupton konstituimin e vendit, formimin e qeverisë, zgjedhjen e presidentit, dhe këtë mandat që ka dhënë Sotani do duhet ta nështron, do duhet ta ekzekuton, ta ushtron zoti Kurti. Mirë po, ajo se çfarë po ndodh sot, çfarë ndodhi dje, por çfarë ka ndodhur edhe gjatë këtyre 2 viteve të fundit, është dëshira dhe qëllimi i tij politik për ta përmbysur ranin kushtetues. Këtë qëllim politik e ka deklaruar disa herë, ka thonë Kuvendit të Kosovës, për ta suspenduar demokracinë, për të pas zgjedhjet e parakoshme, dhe kjo situatë nuk është gjë tjetër vetëm se për ta çuar vendin përsëri në zgjedhje. Dhe unë ftoj qytetarët e Kosovës që ata që e kanë dhënë votën, dhe votën e kanë dhënë për me qeverisë, për me përmirësuar jetën e qytetarëve, për me adresu sfidat e ekonomisë, e të shoqërisë, e të politikës së brendshme, të politikës së jashtme, ata do duhet ta dënojnë me votë. Nuk ka pas asnjëherë ndonjë udhëprish më të madh politik. Si kjo nuk është një krizë thjesht më politike. Nëse shkojmë 3 herë në zgjedhje, dhe rrezikohemi që shkojmë përsëri në zgjedhje, më nuk është as krizë politike, më nuk është as blokadë institucionale, është shturje e shtetit të Kosovës, dhe ne si Parti Demokratike e Kosovës, e cila qëndron në themelët e lirisë, e cila qëndron në themelët e pavarësisë, nuk do të lejojmë që ky vend të shturet si demokraci nga një përpjekje autoritare e zotit Kurti. Do t'ju hoqaj, a do t'ja një pjesë në në nësonës nëse të shtirët ajo vazhdim në sajtë. Gari tha që ajo do të vazhdim pjesonës e për me kurva të një qërë. Si do të përkërë një zikë? Se pare në ftoj të gjitha partitë politike që asnjëherë mos të bojkotojnë punën në kuvendit. Se aty ku ka kuvend ka parlamentarizëm. Aty ku ka parlamentarizëm ka demokraci. Aty ku ka kuvend ka mbikëqyrje dhe kontroll politik. Dhe këto 2 vite të fundit ka pas as mbikëqyrje as kontroll politik. Prandaj nuk duhet ta bojkotojmë punën e kuvendit dhe ftoj qytetarët që do të kuptojnë drejt. Se nuk duhet ne vetvetiu të ikmi idesë që jemi vend demokratik dhe e vlerësojmë faktin që jemi republikë parlamentare. Ne jemi republikë parlamentare. Por krahas kësaj, unë mendoj që brenda kuvendit dhe jashtë kuvendit, Partia Demokratike e Kosovës, subjektet tjera politike, duhet të gjejnë forma, rrugë dhe veprime se si ne të mbrojmë demokracinë të vend, e cila është e shune, e cila është e shpërbëme, e cila nuk ekziston dhe goditja e fundit i është dhënë pranë me mbrëmje. Kur unë dje dhe zoti Gruta kem lëviz drejt sallës së kuvendit, më përpjekoj vetëm me dhënë pamje se si duket mbyllja e demokracisë përmes një brave të madhe të cilën ja ka vendosur vendosja. Zoti Hoxhaj, kam parë smak një deklaratë të zotit Basha dhe të tjerë të vendosjes dhe gjatë zantit që kritikon atë çfarë bëri Zonja Kadriaj, që kjo nuk është forma. Si krahasohet kjo çfarë ndodhi sot? Si krahasohet se këto metodat e zotit Kurti. Kjo është pyetja, si krahasohet kjo çfarë ndodhi sot me metodat e zotit Kurti, ai ka shpik, ai ka patente në metodat të tilla dhe mas pakti më bën përshtypje se çfarë do të bësh prej të vendosur në një të tillë. Pra metodat që cilat ai ka sjellë në këtë kuvend të Kosovës, për cilat asnjëherë nuk ekziston. Mirë.